Kush është favorit për ta fituar botërorin 2026? Po në bazë të lojave që kam ndjekur unë edhe kampionatin evropian të kaluar, mendoj që Spanja dhe Gjermania i shoh si favorit për ta fituar kampionatin botëror. Po sot është festa e futbollit, po si çdo herë nëpër kampionate fjalën kryesore kanë pas reprezentacionet elitare, Spanja, Gjermania, Anglia, tash Portugalinë e ke. Mirë, po unë shpresoj se do të vendoset mes këtyne reprezentacioneve, me gjasa pak më shumë anoj ka Spanja. Favorit ka plot, por unë mendoj midis Spanjës, Portugalit dhe Brazilit do të jetë kampion e jashtëm. Cila kombëtare do të jetë surprizë e këtij kampionati? Po që unë mbasi nuk kemi në tonë në skandon e prezë nga Bosna dhe Hercegovina. Po surprizat çdo kampionat në kampionat botërore ka pas surprizat, shpresoj që edhe në këtë kampionat do të ketë surprizat, dhe atë numri është i madh i skuadrëve dhe shpresoj ishte edhe mirë për futbollin që të kemi një surprizë. Nuk kam ndonjë mendim të posaçëm, por mendoj se Kroacia do të jetë ende në katërshën e parë. Cila kombëtare mund të zhgënjej? Po, si zakonisht Brazili deri tash nuk ka treguar që ka potencial dhe lojtarët që luajnë nëpër Europë, domethënë pres nga Brazili përsëri të zgënjej. Është shumë rënd parashikohet. Shpresoj që kemi një futboll interesant dhe ne futbolldashit me mzihe presim kampionatin edhe zhgënjimet normale kanë ndodhur në çdo kampionat, edhe në këtë kampionat mund të ketë. Saktësisht nuk mund të them cila, por nisur nga ajo se deri tash ka zgënjyer Italia, mund ndodh prej këtyre që deri tash kanë qenë në peshët e para të njëra ekip. Kush do të jetë futbollisti më i mirë në këtë botëror? Po, unë mendoj se Spanja i ka lojtarë për momentin më të mirë, edhe Franca. Ndërmjet Mbappés dhe Yamal, po 70 me 30%, Yamalit 70%. Këtu kemi mjaft futbollistë të mirë. Shpresat e mia janë se futbollisti i Anglisë, Kani, do të jetë ndër futbollistë më të mirë, edhe pse ka shumë të tjerë. Tash është kohë e Lamine Yamalit, po do të jetë më i miri, me siguri do të jetë ndër të mirët, po më i miri do të jetë, shpresoj se do të jetë. Po kush do të jetë goleshënues më i mirë? Goleshënues më i mirë, mendoj që mund të jetë Mbappé, se Franca tash ka bërë konsilduar ekipën shumë mirë, edhe Mbappé si të ketë asistentat mirë, mendoj që shënon gol. Edhe aty kemi lojtarë të mirë, nuk do të anashkalon lojtarët e ri Spanjës që shkëlqejnë mirë, po ke Mbappén, ke edhe i kemi veteranët e futbollit që ende shkëlqejnë, Ronaldo, Messi. Mirë, po është mirë që dalën në sipërfaqe edhe një prej lojtarëve të ri. Shpresoj se do të kemi një ndër ato të tjerë në lojtarët e Spanjës. Që moti kam qenë adhuruesi i tij edhe Manchesterit, kur ndë për Manchesterin, mendoj se Ronaldo do të jetë ndër kryesorët.